Shqipëria e paralizuar nga s. Miliona rërë tendera qytetet rërë. Shqipëria është sot një vend i paralizuar nga shiu, jo për shkak të një fenomeni ekstrem, por për shkak të dështimit kronik të qeverisjes dhe investimeve publike. Rrugët asfaltuara më 30 dhjetor janë shkatëruar vetëm 6 ditë më pas, ndërsa qytetet e tëra janë kthyer në pelgjeui. Durrës, Tiranë, Vjorë, Elbasan, Shkodër, të gjitha nën ujë, të gjitha të pambrojtura, të gjitha viktimat të njëjtit model, beton, tender, propagandë, zero funksion. Miliona euro janë shpenzuar në asfalt që shpërbëhet me rreshjen e parë, kanalizime që nuk funksionojnë, projekte urbane pa asnjë llogari hidraulike, tendera të dyshimt me cilësi kriminalisht të ulët. Rezultati është brutal dhe i dukshëm. Rrugë të shembura, biznese të përmbytura, banesa të rrezikuara dhe qytetarë të braktisur. Sipas parashikimeve meteorologjike, situata pritet të përkeqësohet, pasi rreshjet nuk do të ndalen dhe prurjet do të rriten. Shteti nuk ka as kapacitet parandalues, as plan emergjence serioz. Ka vetëm konferenca, justifikime dhe heshtje. Kjo nuk është më çështje moti. Kjo është çështje përgjegjësie politike. Një qeveri që shpenzon miliona dhe prodhon rrugë një javëshe. Inauguron por nuk mirë mban. Flet për zhvillim, por ndërton rrjete të vdekura. Nuk po qeveris, po dëmton. Ka ardhur momenti që kjo qeveri të paralizohet politikisht dhe të vihet para përgjegjësisë publike. Jo me statuse, jo me premtime, por me hetim real të tenderëve. Llogaridhënie institucionale. Ndëshkim për abuzimin me fondet publike. Shqipëria sot është nën ujë, por nesër, nëse heshtja vazhdon, do të mbytet nga papërgjegjshmëria.